Më shumë se 2000 vjet burg, kaq ka kërkuar prokuroria e Stambollit për Ekrem İmamoğlu, ish kryetarin e bashkisë së qytetit më të madh të Turqisë dhe kundërshtarin kryesor politik të presidentit Recep Tayyip Erdogan. Një dënim që duket i marrë nga faqet e një romani të Franz Kafkës dhe që tregon për masat e represionit gjyqësor në një vend ku drejtësia përdoret gjithnjë e mahapur si armë politike. Sipas aktakuzës, İmamoğlu përballet me 142 akuza, ka 402 bashkëpunëtor të dyshuar dhe dosja përmban plot 3900 faqe. Ai është arrestuar në mars të këtij viti, pak ditë para se të shpallej zyrtarisht si kandidat për president në emër të Partisë Republikane të Popullit, CHP, forca kryesore opozitare në vend. Ekrem İmamoğlu, 54 vjeç, akuzohet për drejtimin e një organizate kriminale, për marrje rishfeti, pastrim parash dhe manipulim tenderësh publik. Një tjetër hetim e lidh atë me aktivitet spionazhi, duke pretenduar se ka kërkuar fonde nga jashtë gjatë fushatës elektorale. Prokurori Akin Gürlek e përshkruan organizatën e tij si një oktapod që ka mbështjellë Stambollin, të njëjtën metaforë që dikur vetë Erdogan e përdori për ta përshkruar qytetin kur ai e drejtonte. Nga Stambolli në vitin 1994 nisi ngjitja politike e Erdoganit. Sot, i njëjti i qytet është bërë simbol i rezistencës ndaj tij. Mandati aktual i presidentit përfundon në 2028 dhe sipas kushtetutës, ai nuk mund të kandidojë sërish pa ndryshime ligjore apo zgjedhje të parakohshme. Një skenar që shumë analistë e lidhin me përpjekjet për të neutralizuar İmamoğlu. Si kryebashkiak i Stambollit, İmamoğlu ka fituar 3 zgjedhje radhazi, çdo herë kundër kandidatëve të mbështetur nga pallati presidencial. Ai përfaqëson një rrezik të dyfisht për Erdogan. Nga njëra anë është një figurë e moderuar dhe urbane që arrin të flasë edhe me elektoratin konservator, nga ana tjetër përbën kërcënimin më të madh për kontrollin e pushtetit mbi Stambollin, zemrën politike dhe ekonomike të Turqisë. Që prej vitit 2019, në drejtimin e tij, qyteti është bërë një vitrinë alternative ndaj modelit të qeverisjes së AKP, administratë efikase, ton i matur dhe një vizion shtetëror më i hapur dhe pluralist. Pikërisht për këtë arsye, shumë shohin në İmamoğlu shpresën e fundit për një ndryshim demokratik real në Turqi. Kreu i CHP, Ozgur Özel, e ka cilësuar rastin si një grup shteti civil. Në një fjalim në parlament, ai ka deklaruar se İmamoğlu do të mbetet kandidati zyrtar i partisë për zgjedhjet presidenciale të ardhshme, pavarësisht përpjekjeve për ta ndaluar me procedura gjyqësore. Nga ana tjetër, qeveria mohon çdo motiv politik dhe justifikon procesin si pjesë të luftës kundër korrupsionit. Megjithatë, kronologjia e hetimeve tregon të kundërtën. Çdo herë që İmamoğlu afrohet me një garë zgjedhore, hapet një dosje e re kundër tij. Ky nuk është rasti i parë kur sistemi gjyqësor turk shihet si vegël e pushtetit politik. Pas zgjedhjeve lokale të vitit 2024, shkruan Il Folio, UCP ruajti kontrollin mbi qytetet kryesore si Stambolli, Izmiri dhe Ankaraja. 10 kryetar bashkishe zyrtar lokal të opozitës u arrestuan ose pezulluan nga detyra. Tani kërkesa për 2352 vite burg ndaj İmamoğlut shihet si një mesazh i qartë politik. Kur më. Nga burgu, İmamoğlu ka dërguar një mesazh të shkurtër që është shpërndar gjerësisht në rrjetet sociale: "Rri në këmbë, nuk do të përkulem." Një frazë që po kthehet në slogan për mira e qytetarë turq që besojnë ende se demokracia në vendin e tyre mund të ringjallet edhe përballë një dënimi që zgjat më shumë se vetë historia.